Presidenti serb Aleksandar Vučić përdor spionët e Rusisë për të hedhur poshtë akuzat e protestuesve. Si tyre u përdor arma e fuqishme sonike. Në një konferencë të jashtëzakonshme, ai pretendoi se hetimet nga Shërbimi Federal i Sigurisë FSB rezultoi se kjo armë nuk është përdorur. FSB është një shërbim ku drejtor është Aleksandr Bortinov, një burr që për mua ka qenë kreu i një prej shërbimeve më të fuqishme në botë në histori për shumë kohë dhe është një prej njerëzve të afërt të Vladimir Putin. Ai deklaroi dhe po e citoj, bazuar në rezultatet e marra, një konkluzion kategorik mund të bëhet se pajisje akustike të forta të cilat i posedon policia e Serbisë nuk janë përdorur gjatë protestave. Ky ishte konkluzjoni. Gjithçka ishte përgatitur më përpara dhe ishin bërë llogaritë si pjesë e një revolucioni shumë ngjyrësh, përmes së cilës po bëhet luftë kundër Serbisë në aspektin politik, ekonomik, psikologjik dhe të informacionit. Prandaj tur për ju gënjeshtar të mirë, ju deshët t'i bënit keq vendit tuaj dhe i keni shkaktuar shumë dëm. Ju i keni shkaktuar shumë dëm Serbisë tuaj, tur për të gjithë ju që morët pjesë në këtë, tha Vučić.